11 vet vran veten. Më kujtohet shumë mirë. Quaj procesi manipulite, mos gaboj. Po, manipulite ose Tangentopoli i famshëm. Tangentopoli i famshëm. Atëherë, a krijohet vërtet Kreshnik me këtë vendim të sotëm, të cilin edhe mund ma shpjegosh pak thjesht për publikun, po a krijohet një mundësi e cila i lehtëson Belinda Ballukut dhe zyrtarëve të tjerë raportin me masat e sigurisë. Jemi duke folur këtu se paraburgimi nuk është qëllim në vetvete, por për t'i shpëtuar, po themi ne, ndëshkimit për dëmin e shkaktuar. Shumë e drejt pyetja Soni. Për të qenë korrekt, u tentua kjo që sapo përmende, përdorimi i gjykatës lartë si mash, duke mos ndërhyrë drejt për drejt në kodin e procedurës penale, por nëpërmjet vendimeve unifikuese, përgëzoi gjithë anëtarët e gjykatës lartë që treguan integritet dhe nuk ranë pre e kësaj iniciative, dhe e lanë parashikimin ligjor të nenit 438 të kodit procedurës penale dhe 14A, më fal, i pari, e lanë nga ndryshim i praktikës ligjore ose nga unifikimi i praktikës ligjore, e ka ta ndisën dhe kryetarin e gjykatës lartë në saktësim të praktikës ligjore, një nocion juridik i cili nuk njihet në kodin e procedurës penale. Qartësimi dhe saktësimi i praktikës ligjore nuk njihen si nocione juridike në kuadër të mbledhjes kolegjeve të bashkuara dhe vendimarrjes së tyre. Pra që literalisht që në gjuhën e shkruar nuk është një vendim per se. Pra qartësim dhe saktësim nuk është vendim per se. Nuk është një vendim sepse vendimi nisi si ndryshim dhe përfundoi në qartësim dhe saktësim. E kuptova. Ka gjyqtarë në sistem që kanë moshë më të madhe profesionale se kryetari i gjykatës lartë dhe kanë shumë më të qartë dhe shumë më të saktë praktikën e gjykatës së lartë, e kuptojnë shumë më thjesht sepse mbase janë dhe në profil penal dhe nuk kanë nevojë për qartësimin dhe saktësimin me iniciativë të kryetarit të gjykatës. Pra çfarë ka ndodhur sot me një fjali? Asgjë. Pra një e mirë është. Po. Cila? Që të gjithë të pandeurit që do sjellin ose të personat e dyshuar, që do duan të ndryshojnë masat e sigurimit për shkak ndryshimit të rrethanave nëpërmjet provave të paraqitura nga ana e tyre individualisht. Po. Këto prova nuk do kenë asnjë lloj vlere. Sepse provat e mbledhura gjatë hetimeve paraprake duhet kalojnë nëpërmjet organit procedurës. Sa do të sjellin letra bakalli tashi. Sidomos zyrtarët, jo për dhimbje koke ose për dhimbje mesi, të njanshme